Rudina Morina, frymëzim për të rinj shqiptar. Rudina Morina është një model frymëzimi për të rinj shqiptar, shkruan Agim Vuniqi tek Bota Sot. Në një botë ku teknologjia dhe inovacioni përcaktojnë të ardhmen, radhë gjeni histori që të bëjnë të ndjesh se gjithçka është e mundur. Historia e Rudina Morinës, e diplomuar në Carnegie Mellon University në inxhinieri kompjuterike dhe bashkëautore e studimeve të avancuara në computational neuroscience, është pikërisht një prej këtyre historive. Rudina tregon se arsimi i shkëlqyer, pasioni dhe puna e palodhur nuk njohin kufi, duke u integruar matematikën, modelimin kompjuterik dhe inteligjencën artificiale për të kuptuar funksionin e trurit. Ajo po kontribon në projekte që lidhen me njohuritë më të avancuara shkencore në botë. Kontributet e saj akademike nuk janë thjesht statistika të një CV, ato janë dëshmi të përkushtimit, vizionit dhe ekselencës, por historia e saj ka një mesazh më të gjerë. Tregon se talenti shqiptar i edukuar dhe i dedikuar mund të konkurrojë globalisht duke thyer kufijtë e hapësirës dhe mundësive. Rudina nuk është vetëm një ulëmtuese, ajo është një model frymëzimi për të rinj shqiptar që u tregon se ëndrat shkencore mund të bëhen realitet kur bashkohen përkushtimi, durimi dhe kurreshtja. Rudina Morina është e punësuar në Google, jeton në New York, jeton edhe vëllai i saj rinori, po ashtu software engineer, aty ku jetojnë dhe prindit e tyre.